Ule zërin Habiba. Atëherë, ne nuk do t'i frikojmë zogjt. Merë ushqimin tënd dhe me lër mua t'i shikoj zogjët, duke ndërtuar qerdhat e vet. Elhamdulillah atij që na ka dhënë forcë dhe furnizim për të gjithë ata që janë faliminderues Allahut xhaleshanuhu. Prit o ti bari, unë ende nuk e kam pranuar ushqimin tim. Çka është ky zëri shqetësues? A mos ndoshta e zëri im po të mërzit ty? A mos ndoshta po të dëshpëron edhe ty siç i shqetëson me shumë njerëzit ignorant? Jo, nuk është ashtu. Allahu na ka ndaluar. Feja jo na ndalon në fillim që të jemi pesimist dhe na ndalon para gjykimet. Me fol, ajo është që ti je i mirë. Kur ne krakallisin në drun, njerëzit frikohen, dëshpërohen dhe ben pesimist. Ndoshta zëri ynë nuk është i bukur sikur zëri i Bilbilit, por prap nuk ka asnjë lidhje mes zërit ton dhe pesimizmit. Pesimizmi është një fjalë që e thojnë njerëzit dhe ajo mu aplikue në mënyrë si veprojnë ata. Faleminderit për sqarim. Nuk ka probleme, unë vetëm po të tregoj të vërtetën. Ndonjëherë njerëzit bëjnë diçka të keqe, edhe kur sora karkallitën në drum. Ai harron atë që ka bërë dhe e mban në mend vetëm zërin e sorrës dhe ai e rifriskon veprën e keqe të ai. Mbyllë gojën sorë. Kjo është mjaft. Nuk mundem t'i duroj më fyerit të tjera. Pse i urrejnë aq shumë njerëzit? Me thuaj ti se pari, pse i urrejnë ju sorat, ha? Nuk i urrejmë krijesat e Allahut, por kokforcinë e tyre. Shkotash, nuk do të jap ushqim. Kush tha se unë kam nevojë për ushqimin tënd? Ti je ai që ka nevojë të më ushqen. E që të kesh shpërblim. Dhe unë nuk do t'a jap atë mundësi ty, që të më ushqesh më. Sora kishte me të drejtë. Unë jem ai që ka nevojë të ushqehet, që të jem më afër Allahut. Nuk kam qenë fare i sjellshëm. Kjo gjë që unë kam i takon dhe duhet të faleminderohet Allahu. Je një peshkatar shumë i mirë. E ti je një person shumë i bezdishëm. Peshku më iku për shkak teje. Më fal, do të rri i qetë tash. Çka të pru ty këtu o bari? Kam ardhur të kërkoj falje dhe të mësoj nga ti. Fjalët e tua ishin shumë të urta për moshën tënde të re dhe për pendlat e tua që ende nuk janë thinjur. Do gjë në këtë botë thinjët për mos pendlave të mia. Ato kanë parë ato që ne kemi parë dhe kanë kaluar ato që ne kemi kaluar. Për atë edhe ato kur nuk thinjen, pa marrë parasysh se çka do të shohim ato me vonë. Për çka je duke folur? Nuk po kuptoj. Unë po flas për padrejtësinë e njerëzit ndaj vëllait të vet. Se ke aq paragjykime ndaj njerëzve? Nuk ka paragjykime, por mendoj se unë njerëzit jeni krijesa më të pakuptimta në botë. Si? E doni Allahun, por i shkelni urdhrat e tij. E urreni djallin, por i bindeni prapa atij. Jam dakord me ty. Pa më trego, çka deshe me thënë? Si mundet njeriu me qenë i padrejtë ndaj vllaut të tij? Kjo është një ndodhi shumë e vjetër, që stër gjyshi ju ka treguar fëmijëve të tij. Ata fëmijëve të vet e ata fëmijëve të vetëve deri sa kanë arritur tek unë. Stër gjyshi im Garbubi ka jetuar në kohën e stër gjyshit tënd Ademit a.s. Ademi a.s. ka pasur 2 djem, njërin e quajnë Habil dhe tjetrin e quajnë Kabil. Kabili ishte i vrasht dhe egoist, i cili e donte vetëm vetveten e vet. Habili ishte i dashur, i afër
dhe njeri i mirë. 2 fëmijë luanin afer, ku aty ishte një zok i quajtur Garbub, i cili i shikonte ata nga druri. Habil, Po, vëlla, çka thua të luajmë një lojë të re? kam shumë dëshirë të luaj me ty, vëlla. Por a nuk duhet që... Jo, do të luajmë një lojë shumë të mirë. Loja quhet Gjatari dhe Gjahu. Unë do të jem Gjatari, e ti mbasi je më i ri, ti do të bëhesh Gjahu. Ani pra, e jam e mëzë. Do ta ha Gjahun tim. Oh, Kabil, po kjo të dhemb. Këto janë rregullat e lojës. A i pranon, Gjatari të zë pren dhe ajo ta përkdhelat. Shiko, vëlla, po me del gjaku. Ishte faji yt, ti deshe që të bëhesh Gjahu. Garbub, çka je duke shikuar? Isha duke i shikuar djemt e Ademit, Habilin dhe Kabilin. A i ke përfunduar dhe detyrat? Jo, isha duke i shikuar Habilin dhe Kabilin që luanin. Duhet më shumë të kujdesesh për mësimin, vëllau im. E mandej do bëhesh gjykatës si sorrave, kur të rritesh si në ëndrrën tënde. E ti, Jabub, çka do të bëhesh kur të rritesh? Unë definitivisht do të bëhem këngëtar. E kam zërin e lartë dhe të fortë. Më lë të ta këndojë një këngë për ty. Mbyllë gojën, bëllë se na shërvove, do të ta shkull gjuhën. Vitet kaluan dhe Habili e Kabili u bën djemë të rinj. Përderisa stërgjyshi im Garbubi dhe vëllai i tij Jabubi ende jetonin me sorrat e tjera. E çka të bëjmë ne? Kjo botë është e mbushur me fryta dhe bereqete. Atje është farma e Kabilit. Shko atje për ushqim të këndshëm. Qëndro larg nga toka ime, ti hajnë. Zëri yt është i vrasht, si dhe fytyra jote. Duhet që të kërkojmë leje. Provo të qëndrosh më larg nga toka njerëzve, vëlla. Por kjo është toka e Habilit. E ai kur nuk i bezdis krijesat e dobta. A je ju rritur shokuim? Eja dhe ti ushqehu, mos ke fri. Po e shoh se ju jeni 2 veta. Prit, do t'ja u bie edhe një ves. E pse ai po na bie edhe një ves? Një na mjafton për të 2. Ne vëllezrit gjithmonë ndajmë gjërat për gjys. Ndoshta edhe ai po shkon me marrë ndonjë dru me na gjuajt. Më mirë është që të ikim. Ndalu ti ofri kacak. Askush nuk do të gjuan ty, derisa ti mos të ja fillosh të këndosh. Ku shkuan ato 2 sorrat? Çka po don? Dua që të pushoj pak. Por kjo është kasollja ime. Shikoj duart e mia, janë ëjur duke ndërtuar këtë kasole. Nuk të lejoj të hysh këtu derisa të perëndon dielli. Ky është urdhëri im. Dua që ta di se pse derisa unë të dua, ti pse më urren mua? Kush kujt po i flet?
Kabili e përzuri atë. E ai prap e don atë. Po me del gjak. A nuk të kam thënë se nuk lejohet me fjetë këtu. Kokaime po qet gjak, vëlla. Mirë, kjo është përkujtues që nuk me dëgjove mua dhe kur më mos hynë në këtë kasot. A mendon që ti të regoj me babait të tim? Se çka ka ndodhur këtu? Nuk mendoj ashtu. Ai do t'ja fal në vehte dhe, si zakonisht, do t'a duron dhimbjen e vet. Këtë drejt, shiko se si po mundohet me fshe plagën e vet. Ai e ndërtoi kasollën dhe tash po fle jashtë. Kjo është shumë larg. Po kjo është si që tha babai ynë. Ne jemi ata të cilët duhet të martohen, dhe unë jam ai që do të zgjedh i pari. Hava lindi një djalë dhe një vajzë, dhe çdo herë edhe djali i Ademit duhet të martohej motrën e vet, që nuk e ka binjake. Por unë do ta marr motrën time binjake. Babai ynë tha se kjo është e ndaluar. Ti duhet që të marrësh për grua motrën time binjake e unë tënden. Ti don me marrë më të bukurën, a? Kur nuk më ka interesuar bukuria. Dua vetëm që urdhri i prindve tonë të shkon në vend. Si mundesh me plotësue urdhrin e babait, pa menduar fare? A nuk e fare burrëri? Kam burrëri, por unë kur nuk mundem me qenë më i mençur se babai im. Ai është pejgamber i Allahut dhe ati ja ka mësuar emrin e të gjithë krijesave. As melekët nuk i kanë ditur këta emra derisa babai im i dinte. Ta shkurtojmë këtë tregim të gjatë. Unë dua që ta martoj motrën time binjake dhe do ta bëj pa marrë parasysh. Jo, vëlla, tregoj babait për dëshirën tënde dhe unë do ta pranoj atë që ai të vendos. Nuk mundesh ta kesh këtë. Unë nuk kam ardhur këtu për të pi qumsht dhe mos më shit mend me këto gjera pa lidhje. A morre vesh? Më trego se çka ndodhi mes Habilit dhe Kabilit. Ata shkuan në tek Ademi alayhis salam dhe i treguan çka ka ndodhur. Dhe si ja i gjykoi mes tyre? Ai tha se Allahu do të gjykon mes tyre dyve. Ai ju ofroi atyne që të sakrifikojnë për Allahun në diçka, dhe kujt Allahu të ja pranon, ai do të fitoj. Garbub, ka diçka aty që unë nuk po mundem me kuptue. Çka do të thotë me sakrifikue? Sakrifica është dhurata e vënë për Allahun, me qëllim të kërkimit të afrimit afër tij. Shpresojë që Habili të fitoj dhe të martohet me atë bukuroshen me zemër të lirë. Edhe unë ashtu dua. Shpresoj të fiton. A ti afroj delet apo një dhi si sakrificë? Jo, unë e kam me rak mishin, nuk mundë me ja ofru ati këtë si sakrificë. Çka të bëj? Mendoj se pula është mjaft e mirë, shumë keq, që tërë pulat janë të trasha dhe të shishme. Paj, disa frutat të pa pjekur do të bëjnë mirë, por kur të piqen do të bëjnë shumë të shishme. Unë kam shumë bark, dhe kur nuk me nevojitet aq shumë. Dhe me duhet shpesh që ti shkull me rrenjë, pra kjo është një sakrificë e mirë. Kjo është delja më e trashë që kam. Ji i kënaqur shoku im, do të sakrifikohesh për Allahun.
do të doja ta sakrifikoja veten para teje. Çka duhet që të ndodh tash? Nuk e di. Shpresoj që Allahu të na dërgojë ndonjë shenjë të qartë dhe njëra nga këto dy sakrifica të janë pranuar. Elhamdulillah, elhamdulillah rabbil alamin. Katil, do të vras një ditë. Katil, do të vras një ditë. Lexoju, o Muhammed, saktësisht ngjarjen e dy bijve të Ademit, kur ata bën nga një kurban. Njërit i u pranua, kurse tjetrit jo. Njëri i tha tjetrit: ty, gjithsesi do të vras. Tjetri tha: Allahu pranon vetëm prej të devotshmit. Apo e shet ti tash pse unë i kritikoj njerëzit dhe urrej veprat e tyre? Ke të drejtë me urrejt Kabilin, por nuk janë të gjithë njerëzit si ai. Mos harro se edhe vllau i tij Habili është gjithashtu njeri. E keqja dhe e mira gjithmonë kanë qenë prezente në këtë botë që prej fillimit të krijimit të saj. Por e keqja është më e fortë dhe shumë e shpesh, edhe po fiton. E kush të thata, e keqja mendon se po mbledh përfitimet, sepse është dinake dhe e ligë, por ajo është humbse, sepse humb në këtë dynja si dhe në ahiret. Por ti nuk e din vazhdimin e ngjarjes, e së paku nuk e di nga shikimin e njësor. Nisja pra, po të dëgjoj me kujdes. Jo, është shumë vonë, po shkoj në strofullën time. Edhe para se me ra me fjet, duhet me e lartësue Allahun. Në rregull pra, do të takohemi nesër inshallah. Në rregull, do të takohemi nesër në të njëjtin dru. Subhanallah. Çfarë diturie ka kjo krijesë? Apo kupton tash, bari i dashur, pse jam i revoltuar me njerëzit? Ata na mësuan për ato ditë që kanë qenë atëherë. Ato ditë kanë qenë më të errta se ato pendlat e mia. Ti e di se ngjyra e zezë e sorrave i fikson njerëzit, megjithse pendlat e zeza në trupin e sorrës nuk janë as për afër të zeza se sa zemrat e njerëzve. E di se njerëzve ju vije që sharakja ecë e sorrës, edhe pse ne ecim në mënyrë të tërgjithshme. Ani qka? Ne kërcejmë. Ani qka? A nuk është kjo normale? Krasuar me njeriu se si e shtyp ai vellaun e vetë. Qetësohu shoku im dhe vazhdo tregimin. Harrova se ku e lash. Habili dhe Kabili u rritën, Ademi a.s. baba i tyre vendosi që ata të martohen. Po më kujtohet. Kabili donte të martohet me motrën e Habili. Babai i tyre ju ka sugjeruar që secili duhet të ofrojë nga një gjë. Çka ata ofruan për të sakrifikuar? Vetjaku Kabil ofroi barë të tharë, derisa i dashuri Habil ofroi dele më të madhe dhe më të trashë. Drita zbriti nga qielli dhe e muer sakrificën e Habil, se do të thotë se ajo u pranua.
Çka ndodhi mandej? Kabili ishte shumë falenderues dhe e falenderoi Allah. Drisa Kabili preshperitte. Katil. Do të vras. Mos u zemro, Kabil. Allahu i pranon të mirat nga njerëzit e përullur. Nëse të vi keq dhe dëshiron me qenë më afër Allahut, ai do t'i pranon të mirat e tua. Do të vras një ditë dhe do të jesh i sigurt që unë do ta bëj. Do të lë që të bësh këtë mëkat vetëm dhe mandej ti do të shkosh në xhehenem. Ky është dënimi për mos përfillje. Pra, pyetja e fundit në provimin për gjykatës. Çka është dënimi për sorrën që sulmon një femër sorr e që ajo i takon tjetër mashkulli sorr? Kjo është një pyetje e vështirë. Ne sorrat martohemi vetëm me një femër sorr. Ashtu është. E çka është dënimi për këtë krim? Dënimi për këtë krim, nëse e sulmon gruan sorr, të gurzohet deri në vdekje. Për fat të keq, përgjegjja është e saktë dhe deklaroj këtu që Karbubi është një gjykatës i ri në nacionalitetin e sorrave. Jetë të gjatë për gjykatësin. Jetë të gjatë për gjykatësin. Vëllau im është tashën një gjykatës i ri. Ky është momenti më i lumtur i jetës sime. Dhe që ta festoje këtë ngjarje të mrekullueshme, unë do t'ua këndoj një këngë të re, timen, që vete kam komponuar. قاقوا احترموا القاضي واطيعوه واذا نصحكم فاشكروا قاقوا. Ku shkua në të gjithë? Duhet që të pushosh para se të lindesh, po të kallëzoj që të shkosh deri tek nëna Hava dhe ajo do të kujdeset për ty. Por kam frikë të të lë vetëm, mos Kabili tenton të të mbyt. Kabili është ende vëllau im. E vërtet, është kjo që ai është temperament dhe i dhunshëm, por nuk besoj që ai do të mbyt vëllaun e vet. Rasti i parë i gjyqit është hajni i foles. E theras keqbërsin, sorrën Zakanin. Unë jam i pafajshëm, zotri gjykatës. Prit deri ta binë akuzën për ty. A e ke përzën jashtë fqinjen prej qerves së ti. Vëj ke shkuar, vëj e vendosur ti në të. Ishte shumë zet jashtë dhe unë isha duke kërkuar sre për vetën nga dielli. Pra ti e pranon që qervja i takon ati. E ti ja ke marrë. E pranoj, zotri gjykatës. S'kan, dënimi është që ti do të ja ndërtosh një qerve të re fqinit tënd. Bëj ajo që e ke uzurpue, ai do të merr, bëj do ta shkatron. Jetë të gjatë për gjykatësin. Jetë të gjatë për gjykatësin. Gjohu Garbu, ka ndodhur një krim serios. A mos Kabili e ka krye kërcënimin? Për çfarë kërcënimi po flet? Zakani, a mos ndoshta ai u kthye me u uzurpue dikujt tjetër polen? Këtë herë ai sulmoi gruan e fqinit dhe donë me e martue me zor. Ai është mendur fare, a nuk e din ai që dënimi për këtë është vdekja? Ku është ai tash? Askush nuk e di nëse ku është ai. Ai ka ikur dhe e ka lënë viktimën duke qarë afër lumit. Po, ja ajo që po kërkoj. E ke shkelur ligjin
e natyrës, dhe ke shkuar kundër natyrës së popullit të zorrave. Çka ke me thënë në vetëmbrojtje? Fol. Nuk kam asgjë për të. Apo e pranon që ti je fajtor? Po e pranoj. Ai i cili e sulmon pronën dhe gruan e sorrës tjetër do të gurëzohet deri në vdekje. A nuk po shkon me shikue dënimin? Jo, kam nevojë me fluturue larg. Kur ata ta mbarojnë dënimin, do të vi që ta varrosim atë. A do të shkosh vetëm që ta varrosësh? Duhet që ta bëj. Drejtësia dhe mëshira janë shumë të përafërta dhe duhet që ta aplikohen bashk deri në fund. Vëlla i dashur, mas gjatë dorën që të ngrihen. Pse? A je gati me varrosë sorrën kriminal? Unë pash, Kabili e mbyti Abilin. Ne e dim këtë, i kemi dëgjuar klithmat e tija. Vrasësi duhet të dërgohet në gjyq. Tërhiqi fjalët prap, vëlla. Vrasësi duhet të dërgohet në gjyq. Unë dua që ta dënoj atë. Ti e din që ne nuk mundemi me e dënuar klasën e lartë të krijesave në gjyq. Njeriu është krijesa më e lartësuar dhe e avancuar. E si ne sorrat mundemi me e dënua atë? Njeriu është krijesa më e lartësuar dhe e avancuar, por prapë vëllau po e mbyt vëllaun e vet. Nëse ajo është pyetje, atëherë unë nuk e di përgjigj, por e di se këto gjëra mund të ndodhin ndonjëherë, siç ndodhi edhe tek ne sot. Dua që të dëshmoj në këtë rast. Unë vetëm do të jem dëshmitar. Allahu sheh dhe dëgjon çdo gjë. Po, jam dakord me ty. Edhe nëse Kabili ikën nga ajo që ka bërë në këtë jetë e dunja, kjo është fati i tij i keq. Kjo do të thotë që dënimi do t'i shtyhet deri në ahiret. Ai do të dënohet për çdo njeri që bën vrasje, si dhe ai do të konsiderohet vrasësi i parë në tokë, i pari që ka bërë kësi lloj krimi të tmerrshëm, i pari njeri i lik dhe opëqësi i njerëzve të këqij. Karbu, nuk kemi kohë për këtë. Ti duhet që ta varrosësh Zakanin. Kujdesu për të me shqepin tënd dhe bëje atë që duhet të bësh. Jam lodhur. A duhet që ta bari Habilin në shpinën time tërë jetën time? Si të lirohem nga kjo barë? A mos ndoshta duhet që ta lënë në shpellë? Ndoshta babai im do ta gjej. Jam i mallkuar. Si do ta shikoj babain tim, Ademin dhe nënën time Haven? Do të ju them atyre se nuk e di se ku është ai, se nuk di asgjë. Me rëndësi tash është që ta fshehi kufomën e Habilit. Për kuse? A mos duhet ta gjuaj në det? Jo. Çdo kush mund me pa atë. Jam shumë i lodhur që të eci më tutje. Habil, a ende po qesh? A mos po bën shaka me mua?
po më ke mundur mua me vdekjen tënde. Po a pranoj se kam humbur nga ti, edhe pse ti je i vdekur. Po e dëgjoj një zë, qenë ka një sorë. Qka po ben? Pse po e hap atë grop në tokë? Kjo është që edhe unë duhet që ta bëj, do ta imitoj sorën. Po pse nuk me ka shkuar mua ndërmend? Me e bë këtë gjë të thjesht prej fillimit. Me mësoj një sorë thjesht, çfarë turpi? Nuk jam me i menqur se një sorë. I dashur i fëmijë, po i përngjan Habilit, edhe buzëqeshjen e ke të dashur si të ati. Duan nga ti që të jesh në çdo gjë si baba i yt. I biri i Kabilit do ta mbush botën me ligësi, dhe ti duhet të qëndrosh kundër tij. Sa herë që ai të shkul një dru, ti mbilli 100 drunj. Ke mëshirë për të doptit dhe fukarat. Lëre të keqen me të keqen, dhe kur mos e humb ti buzëqeshjen tënde të dashur. Nëse ti ngre dorë të më vrasësh mua, unë nuk do ta ngre dorën që të vras, sepse në të vërtet, unë i friksohem Allahut, Zotit të gjithësisë. Unë para pëlqej të marrësh barrën e gjunahut tim dhe të gjunahut tënd, e kështu të bëhesh ndër banorët e zjarrit. Ky është ndëshkimi i keqbërësve. Vetja e tij e nxiti në vrasjen e të vëllait dhe e vrau. Kështu ai u bë nga të humburit. Allahu dërgoi një sorë që rrëmihte në tokë për t'i treguar se si ta mbulonte kufomën e të vëllait. Kabili tha: "Mjeri unë, a nuk qenë kam i Zotit të bëhem si kjo sorë e ta mbuloj trupin e tim vëllai?" E u bë nga të penduarit. Tash po e shoh se je aq i zemëruar me njerëzit, dhe se si stërgjyshi yt ka qenë një mësues shumë i mirë. Ai ka qenë ai i cili na ka mësuar se si me i varros ne njerëzit e vdekur. Faleminderit ty, o sorë dashur. Nuk me tregove emrin tënd, o ti bari. Emri im është Sidik. Me vjen mirë që unë njoftuam Sidik. Do të lejoj që ndonjëherë të më ofrosh ushqim. Është shumë bujare nga ana jote. E tash me duhet që të fluturoj, se kam shumë punë për të bërë. E nuk kam kohë, po për të le në mbrojtjen e Allahut. Selam aleikum, shoku im.